I ditë për ditëve tregon Ebu Hurajra, po du taku me pejgamberin alayhi salatu wassalam, edhe po se s'kish vakt me mfol. I po dikush ka një shqetësim. Tash s'ka hiki më interesu çka. Mirë po këto e kanë pasur pse kur ka një shqetësim, nëse se ka me musliman diçka, atëherë ka me familjen e vet. Thotë Ebu Hurajra e pash, s'folëm hiç. Atëherë thot hini shpejt te Fatimja edhe tha e themma laki'un yani hasanan. Ka thonë, ku a i vogli? Ku është a i vogli? Leki, i thojnë kur njeri lasdrohet. Kur njeri lasdrohet. Apo, edhe qafirit i thojnë leki. Shiko, pse i thojnë qafirit leki? Arabt i thojnë leki. Ndë ka thonë alayhi salatu wassalam, zbat kiameti deri sa mos linde pos lekiun, ibnu lekiun. Deri sa qafirit t'lind qafir e t'lind aj qetër qafir. Apo, kjo dhe zë pse i kanë thonë lekje, se qafiro i lasdru, zdo regullaj. A i zdo Allah, pengamber, me latë që akhirat. A i ka qef vetë që i shdoje, e s'ka vetë. E ka hipe, e ka thonë, ku a i lasdrumi? Unë e ka bos nipë sallallahu alaihi sallam, dhe s'ka bo sabër, pa e pa. Atëre, thot, Fatimja e vesh i mirë, tha prit pak, e vesh i mirë, edhe janë gjeri për mësam, e ka vesh do këmisha, pak ma të zbukurume, kur e ka pa pejgamberi alayhi salatu wasalam, su nga pa sahabë ka thonë, Allahumma inni uhibbu. Ka thonë, o Allah, shumë e duhe. Shiko dhe zë, rahmet i ma. Ka thonë, o Allah, shumë e duhe, fa ahibbahu duje dhe ti, o Allah. O ahbib men yuhibbu dhe duje atë qka e do. E lusë për Allahun që Allah të nabohet dashër Hasan dhe Husejnin në zemrat tona. Dhe zë nuk o kur gjami thonë nipit tanë, o nip duhe. Njëni thotë, jëse lasdrohet. Po ti e ke knash këtë dunjan, po lasdroje nipin tanë pak. Apo, lasdroje dikan, djalin e dim që a ke ba me djalin. Po me nipin. Ata është, historia vazhdan, apo, arroganca vazhdan. Shikome mësëm ka thonë, o Allah shumë e duhe. Duje edhe ti Allah, dhe duje edhe atë, shka ma do mu e nipin tem. Apo, thot Ebu Hurajra dhe e mur dhe e qaf aj, qaf ki. Apo, kjo dhe gjërë është dashnia Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ku jena na që e në rrit. Apo, njani thot, unë e babën tem dorën ja prejki veç për bajram. Shumë e ki bile. Apo, shumë e kije. Pse? A di pse? Sepse i kur s'ka ofru dashni? Kur s'ka qaf? Qysh dohen? Njani thot, vin, shpesh dhe pyjtin a vin. Djali jem, elhamdulillah, o gjo po falet, po munohet, apo heq me sum respekton, heq me sum qaf. Qiko? Ne e dim se qka duhet prindit me i ofruhe. Por, nuk shon me zor. A i ke ofru ti? Që e ke ofruhe? Apo, madje shojmë shpesh herë prej prindve fat ketësisht. Apo, i lusë për Allahun që Allah t'i uzon dhe t'i zbu zemrat e tëne. I do këtë gabim kur djali e lakmon djalin e vetë. Ajde mek, vazhdo ma traditën. Jashtë e vladi, qysh jashtë? Kënë gjami ka i. Gjami o dhe zë. Gjamia e Ebu Bekri, Omeri, burrat më, që ati kanë dalë burrat matë mojët historijës. Sallallahu aleyhi wasallam. Adaj kanë dalë djetarët, se kia hadith argumenton për dashnin e madhe të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Deri sa, kër e kanë pyt disa prej sahabeve, edhe i kanë dalë një Rasulullah, a që ka të shumë i doa? A që ka të shumë i doa Hasan dhe Husejnin? Ka dalë pejgamberi aleyhi sallatu sallam, innal Hasana wal Husejna huma rajhanatayya min ad-dunya. Ka thonë, vërtet Hasani edhe Husejni, apo, janë dy lullet. Rejhane është lloj lule e cila shon shumë erë të mirë. Allahu gjë ka përmenë se do të ketë lule në gjennet. Allahu na mundsof më papi gjenetlive, të cilat kanë aromë rejhane. Rejhane që do më thonë, pse është qujtë rejhane? Se rejhane, apo ka edhe i vendojnë emrat, rejhane se i thojnë për i rih, lule shumë aromatike, shumë parfum shlon. Apo, ka thonë alayhi salatu wasallam, në këtë dunja une këtin ja uni erën. Nipa vetëmi, ja uni erën. Kjo ka qenë prej traditët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasallam, që ka transmetuar Imam Buhariu, ka qenë dhe zër, hadith që ka zirë Imam Buhariu nga Ebu Hurajra, se një ditë për ditë ka qenë një nomad në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka pas emrin Aqra ibn Habis. El Aqra'u ibn Habis. Nomad, e kemi përmendur shpesh vëzër, rrin jo fshatar, por domon rri ai veç kretin. Edhe s'di me komuniku shumë me njerëzit. O i that, i egër, çështu janë kon. Apo do të vim çuçi ka trajtuar me mëson çto njerëzit. Ka tregu, pe mëson diçka thjesht zakonshme me këta njerëzit. Edhe u kon
Çuki Aqra'i aty i pranishëm. Thotë Ebu Huraira, edhe dolën e vlatët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nipa. Apo e kanë ditë se shumë i do. Edhe i ka marr puth njërin, puth tjetrin, qaf njërin, puth tjetrin, edhe këti i ka arë pak siran. Ka thonë, ja Rasulullah, shumë i puth. Ka thonë, të shpia 10 i lash. 10 i kanë të shpia që si. Kur as njënin se kanë puth. E kje ka zë këta pak si vler, apo? Nësi puth na e vlat. Apo? Atër e shka i tha sallallahu aleyhi sallam. Tha men la jarhamu, la jurhamu. Kush nuk më shiron, së më shirohet. Dhe transmetim tjetër, i ka thonë sallallahu aleyhi sallam, adhin se kanë ziri më Bukhariu, awa emliku leke, en neze Allahu min kalbi kër rahme. Qka të bajune, që ka thonë? Awa emlik, qka të bajune, se Allahu ta ka shkull rahmetin për zemre. Dhe se shikoni, që si fjallë, mësam, jo zakon që me përdor. Kur kujt nuk i thonë ta pas ka shkull Allahu rahmetin për zemrës. Mirë po, ka dash me nalë këtë vi, të keqe. Këtë monirë të keqe, ka thonë, kada. Nuk vlenë më krenu, unë e kur se kam puth djalin tem, unë e kur se kam qatë djalin tem. Me që se ka pos djallë, ka pos nip, dhe ka qytë, waledi, djalli jem. Andaj i ka thonë aleyhi sallallahu alaihi wasallam, a ishka së më shiron, së më shiron. Më shiron e blat të juve, më shiron i nipat të juve, më shiron i mbesat të juve. Se të më shiron Allahu Gjilvala. Jo veç mbesën, vëllai, se mbesa është mëlqia jote. E mësëm ka thonë, Fatimja bid'atu minni, Fatimja cope jemja. Për mësëm, kër e ka pa njanin për i sahabëve të therë kurban. Edhe ka morë thikën edhe 5 pret. Para kurbanit. Qëka i tha për mësëm? Largojeve t'ja po do me mitë 100 hera. E ki ba dhe, ku për këta. Largoju se rahmet Allahu lip. Qëka ta për mësëm? Më shironi ato që ka janë në tokë, ju më shironi ato që ka janë në qilë. Për shka e ka thonë? Për hajvanin. Ajo ka më prej se ka më prej. Më shiroj e pak. Të më shiron Allahu. Nëse ti kur e më shiron delën, të më shiron Allahu. Po me më shiru nipin, me më shiru e vladin. Andaj mani me në shumica e problemeve nuk vin nga se aj s'pedi se shka respekti. S'ke ofru respekt. Ofro mëshirë ta mëshiron Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith se kush i do këta m'ka dasht mua, Hasanin dhe Husejnin, dhe kush i urren këta dy m'ka urrejt mua. Kjo është çështje e rrezikshme. Gjithashtu prej traditës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me nipat e vet, se një ditë prej ditëve i ka marrë prejën pejgamberi alaihi salatu wasalam dhe kanë qenë duke nejt me shokët e vet alaihi salatu wasalam dhe ju kanë shlu ligat. Hasanit edhe Husejnit i kanë rro ligat edhe ja kanë përlyje trupin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Ebu Huraira, falam yaghda, su nervozoj ke hiç. Ai ka marrë me çet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej traditës pejgamberit alaihi salatu wasalam ka qenë se pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka marrë, i ka nderu nipat e vet kur ka hip në kuaj. Shumë ka hip kali apo ndeve apo kudo që ka u për mushkave që i ka pas sallallahu alaihi wasallam, edhe ka hip njërin përpara, njërin prapa. Apo, po çfarë si u vëzë që më nderuan. Por shemë sot ta zona si më nderuan, sot ki veturën apo e hip një herë përpara. E hip një herë përpara, e hip një zam përpara, mundjeja që obe njeri apo jo si kufar me gjujt atje përmas. Pse? Thot rri atje përmas. Po rri përmas, edhe në fund kur ti baja 40 kur gjapi tije. Çish po do ti me tar diçka pitije. Nderoje. Shikoj vetëm thot Abdullah ibn Jaferi, thot atë shumë i nderon të nipat e vet, i mirë edhe hipte. Dhe këtë njerëz të kanë pa. Se Hasanin e ka përpara, Husejnin e ka përmas. Dhe i kanë nderuar sallallahu alaihi wasallam. Ju ka dhënë pozita Hasanit edhe Husejnit duke qenë ata të vegjël. Dhe vëzhgat, a e dini sa kanë mrije mas shumë ti mosha e Hasanit duke qenë me sa gjallë? 7 vjet. Kur i ka pas Hasanit 7 vjet, ka ndruar jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mon ke çto raste ka ndodhur ato mes lindjes edhe 7 vjet. Sa ka mujt mi pas vëzhgat? I më kanë qenë njerëz të cilat kanë gëzu respekt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu vëzhgat, kjo normal të na llogaritet ndoshta jo e këndshme. Pejgamberi alaihi wasallam kur ka qenë në mezhlis, edhe kanë ardhur janë sill para tina Hasani dhe Husejni. Do sa më ka thënë ka lut me to. Ja ka marrë dorën, por që më shë ka ndonet, ka ndonet me burra, me shokët e vet, kanë ardhur ato kanë lut. Apo u ka thënë alaihi salatu wassalam, s'u nga pas sabër, e ka marrë dorën, e ka shtinja në dorë te mjekra e Hasanit, apo edhe
e ka puth në qafë. E ka puth në qafë. Edhe ka lujt me to. Kuptimin, çish kanë lëviz ato, kanë lëviz edhe ai sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë alaihi salatu wassalam Huseinun sibtum min al-asbab. Ka thënë ky nipi jam Huseini, pi vlerave që ai ka thënë Huseini është sibtum min al-asbab. Çfarë do të thonë kjo? Sibt i thonë kur kabila zgjerohet shumë. Ka thënë ky nipi jam ka mu zgjeru shumë. Ka me pas shumë djem, shumë e vlad dhe sa ulema vëzër kanë dalë për nipave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Adai ka thënë alaihi salatu wasalam Huseinun minni wa ana min Husein. Huseinja jemi edhe unë jam pi Huseinit. Ka thënë dietar s'ka fjalë, thotë Ibn Hajar al-Asqalani, s'ka fjalë më aluduse dhe argumentuse për dikan kur e do se sa kur i thue unë jam i këtina dhe kja jemi. Qa mund është mi thamë ma shumë? Hajde provoje. Që do dikujt një është për dashnijin i thu shiko, unë jam i joti, ti e jemi. Që kaqë? Kjo gajetul maja që ka mundet më kanë dashni. A dhe ka thënë alaihi salatu wassalam kjo është i imi edhe unë jam prej këtina. Dhe ka thënë kjo do të zgjerohet shumë, do të ketë nam shumë e do të ketë kabile të shumë. Dhe gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wassalam ka bëhe dua shpesh për nipat e tyre. Ka thënë Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ka thënë alaihi salatu wassalam o Allah mëshiroj këta dy se unë i mëshiroj këta dy se unë i mëshiroj. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam për të ditës vet ka qenë se ju ka dhënë hedije. Shpesh i ka gëzuar me hedije nipat edhe mbesat e veta. Një ditë për ditë tregon Aisha radhiyallahu anha i ardhën do hedije shumë shtrenjta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej Abesinie, prej atij mbretit Nejashiut. Kemi folur për Nejashiun në historinë e Nejashiut. Edhe i ka gjuaj shumë dhuratë. Ai nuk e ka ditë se pejgamberi nuk përdor disa gjëra të cilat janë veç për gra. Ka qenë do unaza, i ka qenë do çafore, e to ka pas edhe shumë prej arit, prej altanit. Edhe pejgamberi sa kur i ka pa, ka ardhur transmetime se kur i ka pas se shumica janë altan, të përlime me altan, qëse pejgamberi ka thënë haram për burrat e umetit tem, halal për gratë e umetit tem. Ari, haram është për burrin. As unaz as kujt. Ndërsa argjendi është i lejuar. Edhe me sami ka marrë një degë të vogël, edhe veç i ka largue kështu. Unë i ka pranuar dhuratat, se me sami ka pranuar dhuratat, edhe i ka larguar me dorë. Pastaj ka thonë, "Sjellmani çikën teme Umamen, bien e Zenebi." Edhe i ka thonë, "Tahalli biha ya bunayya." Oj çika jeme, oj vajza jeme, e ka përgdhel, ka thonë, "Merri si to veshit." I ka pas disa prej arit dhe zbukurimit të se ka quhe në gjashie. Kjo çka argumenton vëzër? Se njeri du të me shkëmbi dhurata. Njeriu du të me shkëmbi dhurata. Dhe vëzër dhurata, ka thonë djetarët, e vetmja gjë që mbretin nuk e i dhënon, edhe mund është me depërtu të ajë cila dhurata. Apo, për shembull, mbreti ka pare sa dush. Apo, i po kur i thu, unë s'kam shka me dhanë, merë s'ke dhurat. Kur ti thush dhurat, thot tani. Apo, mi thonë, po të një moj, qysh të më një moj. Për mësëm ka thonë, unë sadakajnë se që të përmeni. Për mësëm, ja ka hek Hasanit, sadakajnë pikoj, shloj, hek, se hajnë në familja për nga mësëm, sadakajnë. A dhuratën po. Apo, ma dje dhuratën dhe zër e pranon Allahu Gjellë. Andaj dhurata, ka thonë Alehi Salatu Selam, është mjeti, pajisja, me të cilin kanë do me bo për veti e ban. Ka thonë Alehi Salatu Selam hadith, ju nuk muni me hinë gjennet pa besu, pa pas iman. A ju nuk muni me pas iman pa u dasht. A ju nuk muni me u dasht pas duke thonë dhurata. Qyshe do t'i kanë? Që ti e ki obligim me dash vlavin tanë musliman. Dhe pa e dash nuk funksionon shoqëria. E qysh me dash? Njëri thot po s'kambe, po çka të mundesh me diçka jepja. Që ta dije se i ti dhon. Para më pensam dhuratën e ka pranuar. Dhe dhuratën i ka pranuar. Andaj sa herë Aisha kur i ka thonë, që to janë dhurata ja Rasulullah, që to sadaka, ka thonë merr këto largoj, to lej. Dhuratën i ka pranuar sallallahu alaihi wasallam. Dhe Salman el-Farisi kur e ka testuar, pensam pejgamber, një ditë i ka shu ka thonë merr sta sadaka. Se sadaka çfarë do të thonë? Ti e fukara, merë. Ka thonë jo, merë, se ha sadaka. Nëse ti ka shku Selmani, ka thonë merë këta hedije ja Rasulullah. Hedije mbjerë. Atër e ka kuptu se është pejgamber. Andaj pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam i ka mbush me dhurata, mbesat edhe nipat e vet. Gjithashtu prej asaj që ka ardhur nga pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë se alayhi sallallahu alaihi wasallam në një ditë për ditëve e sheh Hasanin duke hanë nga sadakaja. Ka ardhur sadaka
te pejgamberi alayhi salatu wasalam, veç e ka marrë dhe ka shpërnda. Edhe ai fëmijë e ka marrë, edhe i ka thënë Husajnit, Hasanit, ka thënë ema sha'arte enna la na'kulu sadaqa. Ka thënë o djalë, as pe disi se hala sadaqa, as mujtë me ndisi, na nuk e hala sadaqa. Ai ka thënë keh, heke, largoje, heke pigoje. E ka nxjerr pigoje sallallahu alaihi wasallam. Për çfarë arsye vëzër? Ka thënë dietarët, ka dash me eduku në atë që s'ju lejohet pin zvoglim. Andaj ka thënë një pitan, që kjo haram. Thotë njëri, mos e ngarko se fëmia. Apo ti e merr mesën, edhe i thu për shembull që kjo haram. Për shembull ndash djalë, ndash vajzë. I thu muzika haram. Ai thotë leje be se fëmijë. Leje fëmijë 5 vjet. Leje 15 se adoleshent be çka kemi bë. Mos anena ku ta kishit 50 vjet këngëtar ashtaj. Po kur kemi edukuti ata? Mos ane kur ti boje 80, thot po kish ka marr vesh be plak. O kur ka mu drejtu ki njeri? Fëmijë jo, i ri jo, 30 vjet jo, 50 vjet jo, 80 vjet jo. Kur kena mu drejtu na? Pe mësam fëmijë, heke. Se hajna na sadakaja. Shiko, sa i ka dasht pi dashnijës, largoje haramin, prej goje. Kjo ka qenë prej asaj se ne ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.